Gazetari i medias gjermane Bari Cani ka bërë të ditur se mediat gjermanisht folse po raportojnë për dyshimet e reja që e lidhin direkt presidentin serb Aleksandar Vučić me gjuetin e snajperave ndaj civilëve në Sarajev gjatë viteve 90. Cani përmendet edhe deklaratat e Vojislav Šešelit në Hag, i cili ka thënë se Vučići ka qenë aktiv në atë lokacion. Ai rikujton gjithashtu deklaratat radikale të Vučićit në parlamentin serb dhe rolin e tij si ministër i informimit në vitin 1999, kur në Batajnic u gjetën mbi 900 trupa të shqiptarëve të vrarë dhe varreza të tjera masive. Sipas Canit, Vučić ka heshtur për këto krime duke ngritur pikpyetje për rolin e tij të atëhershëm. Mediat gjermanisht folse raportojnë se presidenti serb Aleksandar Vučić dyshohet se ka lidhje me gjuetin për njerëz në Sarajev në vitet 1990. Ai mohoi çdo përfshirje, por gjithnjë më shumë mediat po shkruajnë për këtë çështje. Vučići në vitin 94 në një intervistë në revistën Duga ka pranuar se ishte vullnetar në Bosnjë dhe Hercegovinë tek varrezat e Brenje në Sarajev, prenga dyshohet se zhvilluar gjueti ndaj civilëve. Më së shumti para janë paguar sipas disa burimeve për vrasjen e fëmijëve. Edhe Šešeli e ka thënë në Hag gjatë procesit kundër tij se Vučići ka qenë vullnetar në Sarajev tek këto varreza. Vet Vučić në parlamentin serb kërcënonte se duhen vrarë 100 mysliman për një serb. Vučići dhe radikalët propagandonin me të madhe krijimin e Serbisë së madhe. E ju kujtoj se Vučići ka qenë ministri i informacioneve edhe në vitin 1999 në kohën e luftës së Kosovës, kur ndër të tjera në Batajnic, pra në Beograd, janë sjellur dhe futur në dhe mbi 900 trupa të shqiptarëve të vrarë. Janë gjetur edhe varreza të tjera masive, maune me civil. Për këto ngjarje nuk ka pasur informacione asaj kohe, me një fjalë ai vet ka heshtur për këto krime. Pse? Nuk i ka ditur apo